Ashtu sikurse ishte bërë me dije pak kohë më parë nga ana e kreut të Autoritetit të Kontrollit Ushqimor, ka nisur sot aksioni fokusuar tek ambulantët. Edhe pse jo nën jurisdiksionin e Autoritetit të Kontrollit Ushqimor, kontrolli i ambulantëve dhe ndalimi i tregtimit të tyre në rrugët e tregjet e qytetit ka qenë në fokus të aksionit të sotëm të ndërmarrë nga kjo strukturë. Shmangja e tregtimit të peshkut dhe mishit në ambiente jo të përshtatshme dhe jo higjienike ka qenë qëllimi i aksionit. Kreu i AKU-s Saimir Haxhiu theksoi se duhet dhënë një zgjidhje definitive për fenomenin e tregtimit në rrugë. Sot kemi ardhur në tregun e Orizit me ato mundësi që kemi për ditët që na kanë mbetur për të mos lejuar asnjë abuzues të vazhdojë të tregtojë produkte siç është vetë të peshkut në tokë, në kushte mizerabël të themi, ku ndërkohë që ne po heqim markat e peshkut, po i detyrojmë policinë bashkiake, vazhdojnë akoma konsumatorët të pyesin sepse sa është kile e peshkut. Ne për këtë punë jemi këtu për t'i ndjekur në këto ditë të nxehta ku konsumatori është në treg për të blerë produkte me shumicë. Përfitoj nga rastin nëpërmjet medias tuaj, që të bëj thirrje gjithë konsumatorëve të qytetit Vlorës të heqin dorë, të largohen nga tregjet të tilla, nga tregje informale. Haxhiu theksoi se aksionet do të jenë të vazhdueshme ndërsa subjektet e tregtimit të mishit si dhe restorante do të jenë objekti i task force-s për ushqimin.